Ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako ka reaguar me një shkrim për herë të parë pas daljes. Ajo ka falendëruar mbështetësit me fjalë zemre duke u ndjerë mirënjohëse pafund. Gjithashtu ajo paralajmëroi se shumë gjëra të bukura do të vinë në ditën e vijim. Çdo fund është një fillim i ri. Me përfundimin e kësaj eksperience kam kuptuar se I kam shtuar librit të jetës time, një kapitull të cilin s'do ta harroj kurrë. Faleminderit nga zemra publiku im për gjithë dashurinë dhe mbështetjen e pakushtozuar që ma keni dhënë dhe vazhdoni ma jepni çdo sekond. Jeni bekim dhe ju dua shumë secilin prej jush. Mezi pres të jem afër jush për gjithë dashurinë që ma keni dhuruar. Ëndra vazhdon, e juaja Egli. Ishin fjalët e Egli Takos. Nga ana tjetër, përsa i përket lidhjes me Gjestin, Egli Tako në rrjetin e saj social Instagram ka vendosur si postimin e parë puthje dhe përqafimin që ka pasur me Gjestin. Me sa duket, edhe pse ende nuk kemi ndonjë intervistë të përbashkët nga çifti, ata po e shijojnë kohën bashkë edhe pas kamerave.